por të njëjtin cilësim kam bërë para mediave ndërkombëtare të cilat dhe më kanë cituar. Natyrisht, unë nuk isha ekspert i fushës. Zbërthimi tërësor i avatarit kërkonte ekspertizë të thellë. Por kjo ekspertizë u bë. Dhe djela del mashtrimi i madh i vitit. Faleminderit. Së dyti, që janë pak lidhura. Kryemafjozja e Akshit, Mirlinda Krashanaj, me pacipsin më të madhe, apo Lubia Bis, u paraqit mbrëm në studio televizive për të faktuar shqiptarve mashtrimet publike të paturpshme që bëri Edi Rama për të gjorën Mirlinda, për të mbrojtur de facto lindën e Surrelit. Studio është graska ku shpirti hajdutit do thoshte Shakespeare kapet si laraska. Mirlinda doli aty për të thënë se Edi Rama nuk ka gënjur kur ka deklaruar se e gjora banor në një apartament me qera dhe se s'ka as një pronë dhe se ka as një makinë, se si jep makinës. Në fakt, Edi Rama, një lloj si Lubis, edhe ndaj saj do ishte javë të mirë të çdo veprim, por ka një problem të madh. Në qoftë se në rast e Lubis që non vetë mbrapa direkt, aksioner me 60% të dosjes, në rast e Mirlindës, drejtoresha vërtet de facto është lindja e Surrelit. Po, e njohur dhe mirë njohur, me dokumenta zyrtare në dosje prokurorie. Ndaj dhe Edi Rama mori përsipër të mashtroi publikun. Dhe me qenë se pas këtij mashtrimi, si cili dishpitar, organi prokurorisë dhe mediat publikuan një nga një pronat e kësaj hajdutje, që banon një apartament 800.000 euro aty ku është, të paktën 200 metra katror për të mos thënë 1 milion euro, dhe gjoja e pas ka me qera 600 euro në muaj. Kuptoni ju? Që pa 3.000 euro aty së është një qindar kur në vend. Po të jetë kështu. Po së është kështu, është i berë, në përmbet, gjithë një del. Menaxheri i saj është Gysagasi. Ai këte apartamenti, thot një firmë e Fortis Betona, si quhet, që bleje ti e shite këtu, me një fjalë. Dhe në fund, del kjo e gjora me qera 600 euro në një apartament 200 metër katror të Era Albania, ku qeraja është të paktën 3.000 euro për 200 metër katror. Pra, kjo e fundosi dhe më zi Edi Ramën. Sepse Mirlinda, që në fakt
është një prestonome në shumë afera e lindës së Surrelit, jo që nuk mbrojti, dot, as një nga mashtrimet e Edi Ramës, por përkundrazi, me qëllimet e saj, me pamjen e saj, ajo faktoi të gjitha mashtrimet. Natyrisht, të kuptohemi, Mirlinda nuk ishte në ekstaz si Lubia në tunel. Kujtoni pak Lubin në ekstaz në tunelin e Llogaras. Majeni mend. Kjo kishte marrë aty pamjen si që ka përshkruar Edi Rama e gjorë, pamjen e përvujtur, kur që lexonte fjalë për fjalë ato që i kishte shkruar Edi Rama aty. Mirlinda e Akshit, një nga krerët e organizatës kriminale që Edi Rama e nxori nga arresti i shtëpisë, jo që nuk bëri transparencë, por me qëllimet e saj bindi çdo njeri se ajo është një hajdut e pamshirë. Nuk tha asnjë fjalë. Se ajo hyri në atë apartament të blerë të nënmesuar nga famozi Ergys Agasi, që tani tha se një ka thënë atë ka thënë kam pas mirë këtë, të thoshte marrëdhënie korrekte, fare korrekte me të, si çdo punojës që ka me punojës duhet të kesh kontakte, thoshte jam apo jo. Dhe përkundrazi e ka hyrë në apartament para se të bëj pagesën. 200 metër katror. Kjo me një fëmijë. Imagjinoni ju. Mafiozen. Nuk tha, mashtroj dhe për apartamentit të rruga e Kavajës. Edhe aty dora e zezë. Në qoftë se këtu është Ermal Beqiri me shokët, aty është Ermali tjetër, Ermal Beqiri tjetër. Po cili Ermal Beqiri? Daniel Shima. I cili ja shet motrës tik, motra e tik saj më radhë. Me një fjalë, një qerthull mafios se si të zhdukin. Si të zhdukin gjurmë të vjedhjeve. A janë në gjuhët ju? Pronari supozuar që kjo gjoja i shkonte me qera në Golem, ishte njeriu që thoshtë s'kam shkel kur me këmbë të mia në Durrës dhe në Golem. Ishte dishmitarja e Edi Ramës kjo. Nuk kam shkel kur. Në një kohë kur shoferi, ipte, dokumentonte, se është ajo që ka paguar të gjithë mirëmbajtjen e vilës. Se është ajo që kalon të verën aty. Se organizon të parti e stërparti. Dhe po të merren kamerat, nuk përjashtohet mundësia që vizitorët e saj shkojnë nga Ermal Beqiri, Ergys Agasi tek Edi Rama. Po kjo do në hetim. Kjo do në hetim. Pra, si të shifni, një tentativë mediatike për të mashtruar shqiptarët, për të retushuar krimin dhe mafjen, ndaj dhe të dashur qytetarë dhe qytetare. Edhe njëherë këtu ju paralajmëroj se mafja e fjalës së lirë, në rastin konkret, është fjala për Top Channelin, që drejtohet nga një kumargjesh e papërmajtur, që milionat
që grabit nga ju me Edi Ramën dhe ministrat, i përdor për të mashtruar ju. I përdor për të mashtruar ju. Ndaj dhe lutja ime për çdo qytetar, hidhni poshtë me përshmim mashtrimet e tyre. Bëni transparencë me media sociale, se po të i kalohet çdo lloj kufiri. Ju mashtron Edi Rama, tani del në media dishmitari Edi Ramës për të vërtetuar mashtrimet e Edi Ramës, pasi mediat faktuan që Edi Rama mashtroi. Po të bëhet i fact-checking, si të bë nga pasi publikoj Spaku të dhënat e veta. Doli që Edi Rama kishte mashtruar në çdo fjali, në çdo fjalë. Dhe tani, për të mbuluar mashtrimet e tij, del kreu i organizatës kriminale, ja. Vetëm